do të më falni, jam pak i smur se dhja do të mund të kryet deri në fund, por do të mundohem. Normal që jam ke emocionu, jo pak, por para 62 vite, në 1925, e dhon kanë qenë delegat e asaj konferencë famoze të Prizrenit. Në moshën time 17 vjeçare. Por jo si delegat, se çfarë konferencë ka qenë, ishte i fejuar dhe në atë kohë, kur s'mund gjesh asnjë metër bastëm, e si ta bërë nusën time pa një fustan. Sekretari i Këshillit të Tretit, Halim Niseni, tha Rexhep, është rasti shumë i volitshëm, po të jap autorizimin e shkon në Prizren, ne kryejm punën tonë dhe kthesh. E unë jo atëm që mora vetën qafë, për edhe mora dhe babën tim, të më dihmo që gjemë të një basë më mëndavshë. Ditën e parë, do të arsyetohem atë se kam pas autorizimin, disi kaloha. Ditën e dytë, ndokët me nëndë, kori ka qenë, pasi doli Blagoja Neshkoviqi, edhe e përkraj Ali Shukriu e këto lakej tjerë servil, u paraqet Basiramis. Unë nuk e njihja. Pas 2 vitesh do të takohemi në Nish. U bë një turbullir, nuk e dinim se çka ndodhi. Shukri Dogani ishte afër babës tim, aty në sallë. Aty them, salla ku ishte kjo mbledhje, ishte e rrethuar me 3 radh kënohet të shoqëruar komandant Narodnoj Jugosllavie, ushtria e Ozës. Shukri Dogani thot, Rifat babës tim, thot, pashtë dhe në shqitën, baba im tha, e ka kapë për kambe e uli, tha, o hajvan, asë për shënë se morën borin bin atyja, e ka uli. Pas 2 vjete, në qoj rasti, edhe në burgun e Nishit, kazomatin e Nishit, u takun Basiramis. Po nuk e njikja, a i ka qenë bin 25-ën, vetëm, e pash një figurë si i figurë e njohur. Do të përshkruaj pak ambientin e kazomatit Nishit. Rinia pak a shumë le ta di se ku kanë qenë të parët e tyre, prindërët, zhëllarët, dajallarët, vëllezërit e tyre. Në këtë vit, 1947, kazomati i Nishit i përngjante një labirinti pa shtekdalje, të një humnere pa kufi dhe të një kazanit pa fund, ku të burgosurit rreth 3.000, sa ishin atë kohë, si një mas e pa formësuar, amorfe dhe pa shpresë, si dhe ishte rreth e rrotull pa kur farë qëllimi e orientimi. Sigur në skëterën e Dante Alighirit, si një mas pa individualitet, pa vullnet, e humbur dhe në apati. Mas e dorëzuar fatit, pa fat dhe stihis jetës pamshirshme. Ishte një pamje trishtuese e llaktarshme dhe rënqese. Mirë po ideali pathyeshëm, dinjiteti dhe krenaria shqiptare bisunduan mbi terrorin dhe fetin e llaktarshëm të burgjeve dhe të kazomateve serbe jugoslave. Në këtë ambient, një ditë në shëquajturin shëtjet e lirë, dolum, në Abdullah Musliun, sigurisht ty këshpërje një pas dhe të një altëtari shquar, që i tërë jetën e kene për kazomate e burgje, të Italisë, Gjermanisë edhe të serbe jugoslavisë, po e pys Abdullah, kusha ky njerive? Tha sfenje, tha shio. Tha Rami Sjernica. Tha shparë zotit, mos ka keni dhe kjo 25 në Prizren, tha po. Tha ky ka thonë në fytyrë të pa fytyrëve, jo Kosova me Sërbin, por Kosova me Shqipëri. Para 14 vitesh pa ta thanën për një tribun që e pa organizua
familja e nderuar, pa të thënë se joja Ramistonicës ka shumë vlerë më të madhe se joja e Tito Stalinit ose joja e Enverit të Khrushchevit. Se Ramistonica ka pasur të vullnetin dhe dëshirën e popullit vetë. A Titoja edhe Enveri kanë pasur tërë aparatin shtetëror prapa vetës. Pas disa ditësh, kur u njoftuam dhe i fillon bisedës me Basaramis, mbullu kishte se jam në ndër. Unë po besoj me Basaramis, u skuqa i tëri dhe nga respekti të prua fillova të bebzoj dhe të flas, ama kresësh pa lidhje. Mirë po fytyra e tij simpatike, me një shikim të butë e të ëmbël, me një zë të ulët qetësues, me trimroi dhe si shpejt u lirova nga ai kompleks i inferioritetit. Në atë çast e formova bindjen e thellë dhe ta konsiderueshme se sjellja e tij e arsyeshme dhe matur, urtësia, buzëqeshja e tij angjëllore, fjalët bindëse dhe mençuria e tij do të çarmatoste çdo bashkëbisedues, qoftë ai mik apo armik. E ky ishte Ramistonica. Isha djalë i ri, 80 vjeçare. Dhe nuk ishte kur farhabie që personaliteti i Basaramis ndikoi aq thellë në psikën time. E parafyturoja jo vetëm si prindin tim, se edhe i përngjan Basaramis prindin tim, edhe ishen me një mëshë tretë të ty do të lindur. Por edhe si plakën e maleve, Bajramcurin, legjendar, dhe nuk isha mashtruar me imazhinatën time djaloshare. Basaramis ishte rinkarnim i Bajramcurit, simbol i qëndresës, burrisë, urtësisë, adhe dashurisë dhe papërkushmërisë para armikut. Ju falenderit që më dëgjoni.